Infermieria që punon në azilin e pleqve tregon dëshirat e fundit të të moshuarve përpara se të ndëronin jetë. Një infermiere në shtëpinë e të moshuarve ka zbuluar 5 gjërat për të cilët pacientët pendohen më shumë përpara se të vdesin. Georgina Skull ka qenë një punonjëse kujdesit shëndetësor për shumë vite dhe ka qenë pranë shumë të moshuarve, sidomos në ditët e fundit të jetës së tyre. Në librin e saj, infermieria ka treguar dëshirat, amanetet dhe pendesat e të moshuarve që kanë pasur në çastet e fundit përpara se të ndronin jetë. Dëshira e parë, do të doja të kisha guxim të bëja atë që doja dhe jo atë që donin të tjerët. Kjo ishte keqardhja e të gjithëve. Nuk ka patur kur një pacient që nuk mendonte kështu, ka thënë Georgina. Dëshira e dytë është, do të doja të mos kisha punuar kaq shumë. Të gjithë burrat që trajtova u penduan thellësisht që kaluan kaq shumë nga jeta e tyre në vendin e tyre të punës, ka treguar infermieria. Dëshira e tretë, do të doja të kisha guximin të shprehja ndjenjat e mia. Dëshira e katërt, do të doja të kisha mbajtur kontakte me miqtë e mi. Shumë ishin kapur kaq shumë në jetën e tyre, sa kishin lënë miqësitë e shkëlqyera të zhdukeshin me kalimin e viteve, ka shpjeguar ajo. Dhe dëshira e pestë, do të doja të mos isha shitur kur dhe t'isha gjithmonë vetvetja.